U largua në heshtje, por la pas një zhurmë emocionesh që nuk u shua lehtë. U largua vajza simpatike që arriti të rrëmbente zemrat e shqiptarëve pa qenë shqiptare, jo me zë të lartë, jo me strategji, por me një mënyrë të sajën të butë, të pastër dhe jashtëzakonisht njerëzore. Ajo ishte Bia, në një shtëpi ku gjithçka analizohet, peshohet dhe shpesh deformohet. Bia ishte ajo fryma e lehtë që hynte pa trokitur dhe nuk prishte asgjë. Nuk erdhi për të dominuar, as për të imponuar veten. Erdhi thjesht për të qenë vetja. Dhe ndoshta pikërisht kjo ishte forca e saj më e madhe, edhe pse nuk ishte shqiptare, Bia u kuptua më shumë se shumë të tjerë. Sepse gjuha e saj nuk ishte vetëm ajo që flitej me fjalë, por ajo që flitet me sjellje, me respekt, me empati. Ajo dinte të dëgjonte. Dinte të buzëqeshte edhe kur të tjerët ishin të rënduar. Dinte të sillte qetësi pa e kërkuar vëmendjen. Kur erdhi momenti i largimit të saj, shtëpia ndryshoi. Jo sepse humbi një banore, por sepse humbi një ndjesi. Banorët shpërthyen në lot, jo për shoh, jo për kamera, por sepse po largohesh të dikush që i kishte bërë ditët më të lehta, më të ngrohta, më njerëzore. Lotët e tyre ishin dëshmi. Dëshmi se Bia kishte lënë gjurmë. Se kishte hyrë në zemrat e tyre pa u shtyrë. Se kishte ndërtuar marrëdhënie të vërteta. Jo aleanca loje, Bia ishte karakter i lezetshëm, pak gazmor, gjithmonë me një batutë të vogël, me një energji që nuk lodhte. Nuk ishte ajo që bënte zhurmë, por ajo që mungonte sapo largohej. Dhe kjo është forma më e rrallë e pranisë, të mos e kuptosh sa e rëndësishme është dikush derisa nuk e ke më aty. Ajo respektoi të gjithë. Edhe kur nuk ishte dakord, dinte të mos lëndonte. Edhe kur ishte e mërzitur, nuk e ktheu kurrë në helm për të tjerët. Dhe kjo e bëri të dashur. Sepse njerëzit ndjejnë kur dikush është i mirë jo për interesa, por nga natyra. Largimi i Bias nuk ishte fund loje për të. Ishte fund një kapitulli që ajo e shkroi me dinjitet. Dhe ndoshta nuk fitoi një çmim, por fitoi diçka më të madhe, dashurinë dhe respektin e njerëzve. Shtëpia do vazhdoi. Loja do vazhdoi. Por ai boshllëk i vogël, ajo mungesë e qeshjes së saj të lehtë, ajo energji e butë që nuk kërkonte vëmendje, do ndihet, sepse Bia nuk ishte thjesht një banore. Ishte ajo vajzë që tregoi se mund të fitosh zemra pa bërtitur, pa u imponuar, pa u shtirur. Vetëm duke qenë e vërtetë, dhe kjo është arsyeja pse largimi i saj dhem. Sepse njerëzit e mirë gjithmonë ikin duke lënë pas mall.